Rreshtet e shumta të mbrojtjes së djeshme kanë krijuar probleme edhe tek 200 banorët e zonës së Rrezës në bashkinë e Dropullit. Prej paraditës së sotshme, 5 fshatrat e Rrezës në Dropull, Radat, Peshkëpije sipërme, Peshkëpije poshtme, Glin dhe Vrau Goranci janë të shkëputura nga pjesa tjetër e Dropullit. Problemi është ura që lidh dy zonat. Ura ka pas dëmtime të theksuara dhe këtu në vendngjarje kanë ardhur gjitha instancat lokale, por edhe përfaqësues nga prefektura e Gjirokastrës. Ekspertët po vazhdojnë monitorimin e rrugës në mënyrë që të kenë një konkluzion të veçantë se çfarë do të bëhet në hapat e mëtejshëm. Siç se shikoni edhe vetë, po punojnë të gjitha makinerit, rruga është e bllokuar, kalojnë vetëm këmbësor për momentin dhe asnjë bëhet fjalë që të kalojnë makinat në orët në vijim. Banorët e Rrezës tashmë janë të shqetësuar pasi rrezikojnë të ngelen pa shërbime në jetën e tyre të përditshme. Ne si fshat dhe gjithë zona e Rrezës dhe fabrika patjetër, kërkojmë që kjo ura të ndërtohet sa më parë, se e lidh gjithë zonën me Gjirokastrën, me Dropullin, me bashkinë, me të gjitha. Janë shumë fshatrat që janë bllokuar. Po së rregullua kjo ura këtu, është problem i madh për neve. Njerëzit janë të semur, duan të kalojnë, madhra duhet të kalojnë. Neve kemi mistrat në për parcela, s'kemi si të ndjerim tutje në magazina që kemi tutje, kërkojmë që të bëhet kjo ura sa më shpejt, të vijen njerëzit në qarkullim, se për ndryshe është problemi madh për njerëzit këtu që jetojnë në këtë rrezë në Rrezë. I menjëhershëm ka qenë dhe reagimi drejtuesve vendor në bashkëpunim me bizneset e zonës dhe prefekturën e qarkut Gjirokastrës. Ne kemi marrë masat tona për të hapur një rrugë ditësore bashkë me prefektën e qarkut dhe me bizneset e zonës, se këtu është dhe fabrika e glinës, që tani kemi filluar mundësinë e hapjes së rrugës nga pjesa e nepravishtës nga sektori për të komunikuar të gjitha fshatrat e zonës. Dua të bëj një thirrje banorëve të bëjnë durim se këto janë orë dhe momente të vështira, po do kemi një rrugë të hapur nga nepravishta nga sektori. Ne kemi marrë gjitha masat, Ministria e Mbrojtjes po ka dërguar ekip që të bëjnë dhe ata një rivlerësim të dëmeve, edhe vazhdojmë, jemi këtu për të zgjidhur problemet. Gjithashtu, ujërat e lumit Drino kanë krijuar probleme në aksin rrugor Vriserali Kobil në Dropullin e Sipërm, ndërsa 7 fshatrat e Pogonit vazhdojnë të ngelen të izoluara për të tretat ditë radhasi.